Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka dhënë këtë të martë konkluzionet përfundimtare për ish-kryetaren e komanduar të Bashkisë Tropoj, Zyra Islamaj dhe ndërtuesin Rok Gega. Për Islamajn, prokurori ka kërkuar 3 vite burg me kusht të konvertuar në 4 vite shërbim prove, ndërsa për Gegën u kërkua 1 vit burg me kusht i konvertuar në 2 vite shërbim prove për veprat e dyshuara të korrupsionit pasiv dhe aktiv. Hetimet nisën pas ndërtimit të një ure në fshatin Luzh, ku sipas SPAK, Zyra Islamaj përdori fondet e bashkisë për përfitime personale, duke favorizuar familjarët e saj. Tenderi u fitua nga Rok Gega, i cili dyshohet se ofroi përfitime të paligjshme, ndërsa ish-kryetaria i ka pranuar ato duke abuzuar me fondet publike. Rasti u denoncua në dhjetor 2024 nga Partia Demokratike përmes zëdhënëses për antikorrupsion, Genta Vangjeli. Islamaj ishte komanduar në krye të Bashkisë së Tropojës në shtator 2024, pas arrestimit të kryebashkiakut Recep Byberi për shpërdorim detyre dhe dëme ekonomike ndaj buxhetit të shtetit.